Svariti kolege za velike eksperite restorane odmah desmo jednostavno. Kanë gjosht e pasumet aty do më thonë. Është shumë interesant da e gjori në kumpleket për syve kur ju bjen rilet avade. Durbit në dorë për e shiqen piken e vëzhgimit nga fabrika e municionit. Po me një farë qëtësie shumë interesante që s'ta ka bërë për shtypjen që ne për sulmumi. U bon një telefonat për drenose, kemë pas telefonin fix. Basa honë pësa po vi shumë furta për drenose. Dhe që të vish një tha, në dhe vi që dhe di për fipresh. Edhe, pyta tragipi da i zërë daja us, lidhituja të ma shpejt se po vinë shkijet. Thot, haj, letë vinë, se donë kome i prit. Herë të kur të vinë, jemi me dollë, sa të mujë nga më mërojnë. Dhe po afru nga babësh, thash, qka është gjithë kjo zhurë? Tha, qka janë, tha, zhurë me e tanka. Edhe ku na ka thonë hini mrena, sa një moj na hinë mrena, ma nuk e kum pa, dhe veç kur ja kum të gjuhë zonë tuk nuk. Shkrepi mitralezi junë. Shkrepi mitralezi nga besimi e fitim. Bile, ka pos zera, hajt prit ma shkoll në thonë. Ka pas kushtrim. Qa kulla që po dritet, homla ka këndu. Ademi në atë pjesën anejna ka qeni pozicion me Dajn Osman, dhe më thonë vetën i ka paralizu të nëtimet e sete për të hyrë. Ka pas. O shumë interesant që friga nuk ka zonë vend tek ne. Pasi është vrau Baljaden dhe jam e sigurt, pasi është vrau dhe gjyshe dhe baba e babushi Hamza, tankat kanë fillu mu afru afer shtëpis tonë. Po. Kanë dhejt tapet, u dollë djali Ademit me këqyr kushtrimi, kur ka këqyr ka thonë e pas kanë vrau babushen, edhe ka marrë automatin edhe u dollë në dritare ka gjujt. Me tapit, me kuzu shumë dhe ka bogu vere me edhe në atë moment që këna ditë si u vrau Baljaden, fill janë afru denkat edhe kanë gjuh granate këtu. Kaman jam dalë në pillume, ata kanë fillu me gjujtë në drejtim tem. Kur jam këthy në dhomë, kam pytë Hidajetin se ku është kushtrimi, tha ka dalë fill mas teje. Kushtrimi ku edhe shifet në për inqizime dhe foto që është vra në obar. Ata, kur janë afrua ofer sërbët ofer dhomës tonë, kanë fillu me thirë sërbesht. Afrua ofer Adilës, ofer Magjës ku gatushin. Ato janë mështri dhe janë bërë si kur janë me vdekar. Kur janë afrua ofer meje, kanë posi unë jam ende gjatë. Dërsa erdhi edhe një ushtar armik që fliste shqip. Ata me pyesnin se ku është Ademi e Hamza. Sot e di se si do të duhet përgjigjur. Ademi e Hamza janë dhe do të mbeten gjithmonë në zemrat e gjithë shqiptarëve.
Thank you.